Mirëmëngjes miq, po ju prezantoj një mollë që ne e quajmë Stërking Vendi. Kjo ka qenë e kultivuar në masë në fermën tonë, kur para viteve 90 ishte ndër fermat më të mira në Shqipëri, e cila eksporti i kësaj shkon dhe e gjithë në Gjermani. Ja, kjo të shi është bo për ta heqë dhe është fantastike, nuk është shumë e ngarkuar këtë vit, ama është ndër mollat më të mira që kemi për stërking. Stërking autoktone tonat. Këto. Ja, këtu mbrëdhen dhe ca arra këtu. Kam një arë këtu te kjo kumlla këtu. Kjo është një arë fantastike. Është autoktone në ato që kemi pas një. Dërsa këta janë ato stërkingat që ne va prezentova. Shive, si karanto, si qakore, është fantastike. Kjo është autoktone e vjetër. Stërking me varra, si i themi ne. Një ark nga kjo ta mbush shpinë me aromë vërtet, aromë molle. Edhe pak kumulla sa për ushqim kam lënë për vete, karamajt, edhe një dy pemë. Nuk i kam vjelë sepse kjo rën shumë dhe është vërtet numër 1 për organet si zorët e super. Respekt e miq këtu nga fshati ai mirë në botë Sohodolli Dibrës.